Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e pitëve verore të mbushura me domate, qep, njoma, cilat përgatiten me moja buke, thjeshta, të shpejta, të shijshme. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e brumit. Në një enë shtojna 320 ml me ujë të vakët. Uja se skuzon të jetë i nxehtë, për duhet jetë i vakët. Shtojna një lugë mesme me moja buke, pluhur, qofse përdorni ato katrora, do përdorni një pjesë të vogël, e përzim kështu që të aktivizohet pak moja e bukës. Kam përzier mirë, ja shtoj 2 lugë gjella me vaj, që të bëhet tërheqja e brumit më lehtë. Dhe shtojna miell, masat e miellit asnjëherë nuk dihen fikse. Shtojna një pjesë, derisa ta formojmë një brum të butë, sikur brumin e bukës. Shtojna një lugë gjysmë të mesme me krep dhe e punojmë brumin. Pra, kur përgatitni brum, bukë domethënë, e ndani një pjesë të brumit dhe mund ta përgatitni këtë lloj të pitëve pa fije problemi. Shtoj miellin gradualisht. Në këtë mënyrë e kontrolloj, mos na dalë një brum shumë i fortë. Shtojmë pjesën tjetër dhe fillojmë që brumin ta punojmë direkt me dorë. Qofse ka nevojë, shtojna përsëri miell, e punojmë derisa brumi të largohet nga dora. Tash e largojmë nga ena, kalojmë tavolinë pune, e ngjeshim mirë tek tavolina e punës. Derisa të jap një formë të lëmuar. Kam punu brumin, tash e kthej në enë, si përjashtoj pak vaj. Vajin e përhapi mirë, kështu, nga gjithë anët. Më le të largohet kur të fyshohet masa e brumit, e mbuloj minën me kapak dhe e loj në ambient dhume që brumi të fushojë për 1 orë. Derisa brumi i pitëve të dyfishohet, ne përgatisim mbushjen. Pra, këtu kam domate, cilat i kam coptu më herët për arsye kohe, dhe qep të njoma. Kam 1 kilogram me domate, e shtoj kështu në tigan. Pra, pite verore, shumë të shijshme, thjeshta, për përgatitje ideale për fillestarët. Tash i shtojna vaj domateve dhe në temperaturë mesatare i fërgojmë domatet, duke i përzier vazhdimisht, derisa ato fillojnë të zbutet. Më vonë do i kalojmë qepët e njoma. Kam fërguar, domatet kanë filluar që të zbutet, tash i shtojna qepët. Shtojna pak krep, kripa gjithmonë shtohet sipas qepit. Tash masën vetëm se përzim mirë dhe e fërgoj dhe për 7-8 minuta tjera. Kështu duke e përzier vazhdimisht, temperatura nuk guxon të jetë e lartë, mesatare. Mbushja është gati që të largohet nga zjarri. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largojmë nga ena, hedhim miell në tavolinë pune, largojmë brumin, pasi kam bërë brumin me vaj, largohet lehtë. Tash brumin do e ndaj në 8 pjesë. Në fillim do e ndaj në 2 dhe secilën pjesë në 4 pjesë. Pra, do i përgatis 4 pite të vogla. Pra, kur t'i përgatitni këto pite, nuk ka nevojë që ta përdorni tepsinje.
Pra do I përgatit një patepsi në letër për pjekje, dalën të pjekura si kurse në furrat e druve. Kështu, ju japin formën e kuleqve, gjithave, format lëmuara, hedhin pak mirë dhe I vendosin në njërin skaj tavolinës së punës. Kështu në mënyrë njëjtë veprojnë me gjithë kuleqet. Gjithë kuleqve më kam dhënë formën, tash marr kulaçin e parë, filloj që të bëj hapje, hedhi miell dhe bëj në një masi dikon rreth 30 cm, 35 varet. Kështu në këtë mënyrë e hapi me anë shkopit, vetëm munduhem që t'ja jap formën rrethore. Nuk të ketë nevojë për hapje, dalë njërin skaj tavolinës dhe hapi kulaçin e dytë. Pra ashtu si që kemi formu, ashtu bëjmë hapje. Pra e bëjmë njërën pitë. Si që shihni, përgatitja shumë e thjeshtë, e lehtë, pitet shishme, cilat përgatiten patepsi, pite verore. Kam hapë dhe petën e dytë në masi të dëshiruar. Tash marr hekurin e shpoletit dhe sipër hekurit vendosi një letër të pjekje. Vendosi petën e parë. Kështu pak me duar dhe të heqi larqoshët. Ja, masin e letrës. Kam dhënë masin e letrës, I hedhim pak vaj. Kështu. Kaloj mbushje. E përgatitur. Për hapin mbushje mirë. Sipër ja vendosi petën e dytë dhe munduhem t'i bashkoj qoshët e petës së dytë me qoshët e petës së parë. Pra janë të holla, janë shishme këto pite dhe I kthejmë rrethet. Kështu rrethin ja kthej. Gjithë anët. Kam formu rrethet, sipër I shtoj pak vaj, kështu, dhe pite në fos në furrë të nxehtë 220 gradë për 15 minuta, kështu në gjatë hekurin së bashku. Derisa pitja e parë është në pjekjen e përgatisim pitën e dytë. Kështu në mënyrë të njëjtë e hapim në masinë e njëjtë, vendosim tek letra, formojmë rrethin, ja kalojmë mbushjen në mënyra e njëjtë. Vazhdojnë atutje në mënyrë të njëjtë.
Pitën e parë e kam largu nga forma, e largoj kështu hepurin. Sipër e spërkas me pak ujë, që të zbutet, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Dhe nga pjesa e poshme e mundohem kështu që ta bëj spërkatjen. Marrim hepurin dhe vendosim pitën tjetër. Shumë heprët, shumë lehtë e vendosim dhe e vendosim në pjekje. Pjekim në të njëjtën temperaturë sikur që bënëm pjekjen e petës së parë. Dhe kështu në këtë mënyrë bëjmë përgatitjen edhe 2 pitëve tjera, njëra derisa është në zjarr për përgatisim tjetrën. Në këtë mënyrë veprojmë të gjitha. Kam largu nga forma dhe pitën e fundit, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Dhe pitën e fundit do e spërkas kështu me ujë, ka në aromën shumë të mirë. Kaloj tek pitët tjera. I lëm që të ftuhen dhe janë gati për konsumim. Dhe pitët janë gati për konsumim, ta ndojmë pak dhe ta shihni se si ka dalë mbrëmsia. Vërtet kanë dalë shumë të mira, po thuaj të pjekura si nëpër furrat me drum. Ja dhe si duken. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë pite verore, ju bëft mirë. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare dhe në recetën e radhës.